Gjykata e Tiranës ka vendosur masa më të lehta sigurie për 19 persona të arrestuar pas protestës së zhvilluar më 24 janar përpara kryeministrisë. Vendimi i gjykatës parashikon që ndaj tyre të aplikohet masa detyrim për t'u paraqitur, duke rrëzuar kërkesat për masa më të ashpra. Sipas hetimeve, të ndaluarit dyshohen se gjatë protestës kanë kryer veprime të dhunshme, përfshirë hedhjen e mjeteve shpërthyese artizanale dhe fishek zjarrve në drejtim të institucioneve shtetërore, përfshirë kryeministrinë dhe kuvendin. Në seancën gjyqësore, prokuroria e Tiranës kërkoi masa të forta sigurie për disa prej të dyshuarve, duke argumentuar se veprimet e tyre përbënin rrezik për rendin dhe sigurinë publike. Konkretisht, për disa persona u kërkua arrest në burg, ndërsa për të tjerë arrest shtëpie. Megjithatë, trupa gjykuese vlerësoi se në këtë fazë të hetimit nuk plotësoheshin kushtet për masa kufizuese më të rënda dhe vendosi që të gjithë të ndaluarit të lirohen me detyrimin për t'u paraqitur periodikisht pranë organeve të drejtësisë dhe për të mos penguar hetimin.